Dhe unë besoj dhe shpresoj që do i themi mirëmëngjes bashkimit për ditën e sotme. Ja ku e kemi. Mirëmëngjes bashkim. Gjesi. Mirëmëngjes juve, përshëndetje. Bashkim më thuaj, përpara se të bëjmë uratat për festën, më thuaj, pse je ti nga ata njerëzit që nuk e lexon lajmin, por bën debat në komente të tjerëve? Përse bashkim? Lajmin, Do me thanë, unë nuk bëj debat asnjëherë. apo thjesht i vëzhgon se çfarë debate bëjnë në komente? Asnjëherë nuk bëj debat për lajmin, ose për temën, ose në komente, ose nuk e di se çka, sepse ka një gjë, jam nga ata gazetarë që edhe ata që shajnë, e respektoj, kanë mendimin e vetë morvlla ashtu duan. Komentojnë dhe le t'i jetë mendimin vetë. Edin çka, bashkimi ka një fake account, nga i fake account dhe shkruan komente. Bashkim, kemi temën e sotme e kemi. Pse njerëzit i lexojnë komentet gjithmonë para se ta lexojnë lajmin. Dhe kështu që lajmin e shkruan ti, apo jo? Dhe nuk merren njerëzit me diskutimin e lajmit, po merren me një debat i cilin dikush ja ka futur kot dhe aty zhvillohet një debat i papar. Normal që do lexojnë komentet dhe do i fusin debatit, sepse komenti ka gjysmë rrjeshti, o drejtoro, lajmi ka 20 rrjeshta, kush është ta lexojmë vëlla gjithat lajm. I bie shkurt kështu e lexon vetëm titullin lart e tha filani u bë. Dhe ai filani që i ka fajet, sa ai filani gjithnjë e nis ato debatin e nxehtë aty, edhe pastaj ikën largohet. E di ato filani, po se kush është ai filani, ka goxha do vite që nuk e gjejmë dot atë. E di si ai tregimi më ka thonë njëri. Po kush është ai nuk e di, njëri më pa. Po ky filani kishte edhe mbiemrin, Fisteku. E pra, Kaq kemi të zbuluar, më shumë s'dim. Fisteku Fustaku. I hapin ca fake accounte, edhe t'ja fusin një debat aty, në fund del që ky fake account mbase është i atij autorit, por e ka bërë vetëm që të shef mat pulsin, ai ka bërë mirë punën ajo. Kemi edhe të tillë, ka edhe të tillë të shumë, me siguri. Bukur e zbërtheve bashkim. Bashkim më thuaj, si ishte sherbeti i ditës së djeshme? A vazhdon të ndikon sot tek shtypja, apo vazhdojmë që me soda bikarbona ta neutralizojmë organizmin? Ende kokën e kemi të turbullt nga dita e djeshme, por ama në vend që të marrim medikamente ose sodën, sot kemi vazhduar me sheqerparen, se dje ishte baklavaja, ajo on top që ishte. Pak më e lehtë. Sot duhet ta provojmë sheqerparen, o vlla, shojmë ajo si ka dalë, do të trollosemi mirë njerë, dhe nga fundi javës do i fusim një infuzion dhe do rrim. Edhe stabilizohem, mire ke. Si shkoi atmosfera bashkim në Tetov ditën e djeshme? Fillimisht atëherë më lejoni që t'ju uroj gjithë besimtarëve të komunitetit islam gëzuar festën e madhe të Kurban Bajramit, festën e sakrificës, festën e haxhit, njërit nga 5 kushtet e fesë islame që plotësohet normal, ata që e kanë mundësinë. Dhe t'ju uroj që për shumë vjet të festojmë bashkë dhe të lumtur këtë festë dhe sakrificë të kemi vetëm për të mirë. Që të sakrifikojmë ndoshta nga posturia jonë për t'i ndihmuar njerëzit, të sakrifikojmë nga koha jonë për njerëzit që i duam, të sakrifikojmë nga koha jonë për familjen më tepër dhe le të jetë kjo ajo primarja që do na udhëheqë gjatë gjithë jetës. Ndërkohë që dita e djeshme si ishte, madhështore, ishte shumë e bukur sepse orari i punës ditën e djeshme më ka filluar në orën 4 të mëngjesit. Fillimisht ishte namazi i sabahut dhe më pastaj është ajo pauza e vogël mes namazit të sabahut dhe namazit të Bajramit, kur gjithë njerëzit ashtu siç futen me vrull në xhami, dalin për një xhiro nga xhamia dhe gjithë i sheh me filxhanin në dorë, duke pi kafen, që të zgjohen mirë njerë. Kështu e bëm dhe neve ditën e djeshme dhe ndoqëm faljen e namazit të Bajramit tek xhamia e Larme, tek xhamia e Pashait në qytetin e Tetovës, ku vërtet është një fest madhështore ku mungojnë vendet në xhami, mbushet dhe parku i xhamisë jashtë. Normal, nuk e kemi sigur se në Tiranë, atje bëhet madhështore falja e namazit,
por ama shumë e ngjashme është edhe tek xhamia e Larme në qytetin e Tetovës, sidomos kur kemi parasysh se kemi të bëjmë me një xhami të ndërtuar në vitet 1500, 1600, kur kemi të bëjmë me një kryevepër të arkitekturës së asaj kohe islame dhe e cila ende është një nga atraksionet kryesore të qytetit të Tetovës, ku për çdo ditë dhjetra fugon dhe autobus nga Ballkani, nga Evropa, ndalojnë përpara xhamisë së Larme për të parë të bukuri. Dita filloi me shumë urata, fillimisht përmes mikrofonit të televizionit Alsat, duke uruar që të kemi kohë për njëri tjetrin më shumë, t'i kushtojmë kohë më shumë njëri tjetrit, të kemi shëndetë dhe të kemi një festë të begatshme dhe të bukur. Dhe më vonë gjithsesi u nis me atë pjesën e përgjakshme me kurbanin, por ama që është pjesë e këtij rituali që u shpërndahet 7 shtëpive ose 7 njerëzve, apo vetëm 1/4 e kurbanit të mbahet për vete, tjetra të shpërndahet që të mundë, siç ka qenë në kohë, të gjithë të shijojnë mishin e kurbanit në këtë festë madhështore. Më të bukurit e ditës së djeshme, ata që shkëlqenin ishin fëmijët. E vërtet. Të veshur bukur, të lumtur dhe të buzëqeshur prisnin që përveç sakrificës për kurban, të mëdhejt të bëjnë ndonjë sakrificë, të japin ndonjë lekë edhe për fëmijët. Atë ishte duke thënë bashkim e kanë harruar atë. Ky ishte gëzimi kryesor. E kanë harruar atë traditë apo jo? Jo, nuk e kanë harruar. Kanë zvogluar paksa këta adet, përpara me dorë kapnin lekët, tani me 2 gishta, kështu të vegjël kapi. Njerëzit po megjithatë nuk e kanë harruar këta adet, sepse është gjëja më e bukur që e presin fëmijët, dhe në mbrëmje debati kryesor i fëmijëve është se kush sa lek ka mbledhur për ditën e Bajramit, nga vizitat që ka bërë tek familjet. Të presim sot edhe komentet nga të gjithë ata që po na shikojnë, të na tregojnë se nga sa i kanë mbledhur fëmijët. Sepse atëherë dikur bashkim, kur dikush të jepte një 100 denarshe, domethënë nuk e di, thonin që dolëm nga varfëria, kupton? Për shembull tek ne në Divër është pa 1000 denar nuk mund të dalësh. Për fëmijë. Sinqerisht. Dhe kështu që e mendojmë 4 herë se cilat shtëpi ti vizitojmë, ku ka fëmijë apo ku s'ka fëmijë. Se jam rritur para kohë. Bona, tashi e shijojmë neve si është ai momenti që duhet të ndash ca lekë për fëmijët. Unë i kam shijuar përveç në Dibër, sepse jam nip Dibër andej, kam shijuar edhe këtu, në Pollog, kur në mbrëmje menzi pristrim si fëmijë që të takohemi bashkë tek stadiumi, të ulemi këmbëkryq dhe të nxjerrim lekët, të tregojmë se kush sa lek ka mbledhur dhe kush sa ka vizituar. Dhe ai që kishte më shumë lek gjithnjë e merrte atë qëndrimin kështu, demek se tash ç'a të bëj, kam më shumë bashkim, po gjithnjë ishte më i shkelur ishte ai se ai duhej të qerase pastaj. Dhe cila ishte gjëja e parë kur i numëronin lekët? Cila është ai veprimi i parë i njeriu? Veprimi i parë ishte që t'i ndanim lekët kush ka nga 100 denar, t'i vëndon më përpara që duken ato njerë, dhe më pastaj duken këta të imtat nga 10 denar që i kishë. Jo, veprimi i parë është gjithmonë, kur i palosim gjitha lekët, veprimi i parë është fjala, tu, që i pështim gishtat, dhe fillojmë Se shumë ka. Kjo është veprimi i parë. Pastaj kalojmë tek numrat, kush sa din të lexoj, të numëroj. Shumë mirë, bashkim. Hajde na thuaj çfarë pritet, çfarë mund të ndodhi sot. Sot jemi tek sheshi, në qendrën e Tetovës. Edhe ata që u larguan për pushime, se ka edhe ata që i kanë lidhur pak a shumë. Ka që i kanë bërë kështu 2 javë që kanë lidhur. E lidhën me bënën më e tepruan. A u rikthyen? Bona, ka dhe nga ata që do nisin pushimet nga hëna. Për shembull, kush janë ata bashkim? Për shembull, ka mundësi më konkrete jemi. Drejtoro, Bona e bëri një vizitë në Itali, në disa vende, po ishte shumë pak. Me thonë dhe e bëm që pjesën e dytë, gjysmën e dytë të vazhdoj unë që ta vizitoj Italinë, disa pika që i ka harruar, dhe të sjellim ndoshta në imazh prej atje. I ka harruar Chelsea atje, do shkosh t'ja marrësh Chelsea. Jo, bashkim, ti nuk guxon ta marrësh telefonin e punës. Nuk guxon ta marrësh telefonin e punës. Jo, pas ka obligime se i ka harruar Chelsea, do shkon bashkimi, vullnetarisht, ti merr Chelsea do kthehet. Bona, unë nëse ti thua që nuk guxoj të marr telefonin e punës, atëherë okej, do iki vetëm. Nuk ta lejoj bashkim që ti të nisesh me mikrofona dhe me telefonin e punës, asnjëherë, asesi. Pas ka një mision shumë të mirë. Kështu që
Do t'ja arsyetojmë, sigurisht. Në rregull, sepse unë nuk shkova për të pushuar, normalisht e shijova. Se bashkimi edhe atje, kur do shkon, duke i kërkuar qelsat e tua, do na lajmërohet prej atje. Bona, po ku të le dritrojt pushoshme? Jo, Ku të le dritrojt bashkim pushoshme? unë insistoj. Deri në 15 qershor, unë bashkë me Valbonën bashkim edhe të gjithë, do të mundohemi që të jemi kështu vigjilent, të gatshëm për shikuesit tanë. Pas 15 qershorit, shohim e bëjmë. Mos t'i tregojmë edhe shikuesit që Back in time, pastaj kthehemi në Do realitet. të rimu në ty, do të rimu. Po, zryp. Bona, sa i përket asaj se çpritet të ndodhë ditën e sotme, domethënë siç duket ende po vazhdojnë të festojnë, të kenë atë festën sepse e dim që sot njihet si dita e bijave, domethënë kur motrat tona, kur Dita e bijave, besat tona ashtu quhet. kthehen, patjetër Me pato. kthehen ose vizitojnë familjarët ata që të bëjnë bajram sepse dje kanë pritur mysafirët. Dhe sot ata e kanë ditën që të shkojnë tek familjarët e tyre, të bëjnë bajram dhe për mua Po, dita bashkim e kjo ka dytë ngelur kështu, është më e bukur. po bijat edhe djetë në orët pak më pas dite. Do me thënë, Tash nuk po bijat e kanë presim humbur rrën. durimin krejt dhe para neve Ju ikin mund të bijat, flisni po megjithatë për mua një pauzë të është dita shkurtër më e kam. bukur, dita e dytë, sepse dita e dytë është ajo kur e gjithë familja mblidhet në shtëpi. Do me thënë, vinë dhe vajzat, vinë dhe hallat, dhe shtëpia bëhet komplet. Unë kam hallat më të mira në dynja, të cilat janë të shpërndara në për Evropë gjithandej, por kur kthehen në shtëpi, kur mbushet shtëpia, vërtet është gjëja më e bukur që mund të imagjinosh, kur mbushet plot. Andaj ditën e sotme, siç duket, të presim që të bëhet dhe vizita e palës së Kështu që, dytë, e zonjave bashkim. që të bëjnë vizitat. Neve do punojmë, komuna mbase janë të vazhdu edhe ata festën, nuk e di, më duket se heshtje totale sot, por nuk do i lëmë rehat. Kamera në krah dhe do ikim që të vizitojmë, të shohim se festa përfundoi, çfarë do vazhdojmë të punojmë tani. Kështu që bashkim, sot do i përshëndesim nga studio televizionit Alsar që të gjitha hallat. Po, të gjitha hallat, tezet, nuset e reja, Një sot hallat, nesër tezet. bijat. Janë pasuria më e madhe që mund të ketë një shtëpi, do me thënë jo rastësisht edhe në Kuran, edhe në Bibël, përmendet që ajo shtëpi që respekton vajzat, do të ketë hajër, thuhet, gjithë jetën. Andaj për ata dera duhet të jetë jo e hapur, po e nxjerr nga vendi krejt, që të mund sa më rehat të futet. Bashkim, Për atë unë edhe sot e kemi ditën më Gëzuar të të mirë. gjitha hallave, Unë pasi që kudo u që bëra janë. edhe halla dhe teze, tash e Kemi di se halla. sa të rëndësishme jemi. Do me thënë nuk e ke ide. Patjetër. Unë paka shumë gjelozoj për një pratë dhe mbesat e mja çfarë hallë dhe teze kanë, mirë po me të vërtetë janë pikërisht të pjesa familjes më të afër me tanë, janë më të rëndësishëm se gjithë shka në këtë botë. Unë do Andaj thoja përshëndesim sot, të gjithë. po, të gjitha Të hallat. gjithë. Hallat nesër tezet. Dhe Po. tezet. Sot unë do thoja që bashkimi është jashtëzakonisht ka një fat të çuditshëm, sepse sikur të kishte mundësi bashkimit na shikonte se çfarë bëj unë këtu në studio. Do me thënë Më beso ishte shkëputur shumë se do ishte herët. shkëputur shumë herët edhe doja kishte mbatur. Bona, Sepse nuk e ka ide se çfarë po ndodhe në këndo. studio. Bona këndo, më shpejt, çfarë është të bë atje, se Kemi jam shtru të plas tani që bashkim të futem. sofrën, Domethënë- baklavaja vetëm endet nga një anë në anën tjetër. Del sa ka dal nga fura bashkim. Po, Nuk e dhe na Po sa dëgjon. të poshtër jeni. Po pse nuk Jo, më informuat në kohë që të vija direkt në studio atje? po më bashkim nëse erdhe kam Po që ftuar se me mbetën burek diçka edhe le nuk të vje. erdhe bashkim. Tash ti për shërbetin të vje. Ja vlen. Bona, kam nisur disa herë të vi, ama problemi është se deri në gjysmë të rrugës se që më zhduket ai byreku që e marrë me vete. Nuk Avullon, është avullon. atje. Se çfarë ndodh, nuk e di, avulloset me një jetë. Bashkimi nuk duam të marrim më shumë kohë nëse Sigurisht. këto ishin të gjitha informacionet që sot ke përgatitur për ne. Ne të falenderojmë shumë që edhe sot shiko, merr edhe sot pak fest. Kalojnë ndena nga komuna. Jo, sot tha sheqerparja, nesër është çoko baklava, pas nesër është dita e fundit, do ta lajm dhe do ta shpërlajm me sutllaç. Me sot liaq, Ha? unë dje bashkim. Pas nesër është dita e infuzionit, gjithë tek urgjenca atje. Urojmë që mos ndodhi kjo, sepse kemi atë solucionin gjithmonë zgjidhjen e kemi, soda bikarbona për çdo shpëtim. Faleminderit Pa efekte shumë, anësore, ta quajmë. Bashkim, paq një ditë të mbar. Bashkim, edhe faleminderit njerë, shumë. unë me festën Faleminderit ty dhe juve. gjithë Gëzuar familjes e tënde. për shumë Festa vite. dhe juve, gëzuar dhe për shumë vite bashkë. Gëzuar. Mirupafshim.